Dinamikat në Big Brother VIP5 janë ndezur përsëri teksa banorët po luftojnë për të siguruar çmimin e madh. Dy prej banorëve që kanë shkaktuar më shumë debate që në fillim të këtij edicioni, Kristi dhe Miri, nuk i kanë kursyer përplasjet edhe pas daljes së Mirit nga shpella. Në një moment tensioni, Kristi nuk e kurseu Mirin, duke i përmendur edhe debatin e tij me Selin pas krisjes së marrëdhënies mes tyre. Kristi e kupton se ku del kjo, i kupton hapat që hedh, i kupton fjalët që nxjerr nga goja, o Surat Palaço, o Zagar që ke shkuar pas një vajze 23 vjeçare, e di çfarë tregon kjo? Atë që ti ke ndjer për atë vajzë gjatë gjithë kohës, por nuk e shpreh dot, tregon atë incestin që i ke thënë Rogertit, e bën edhe më të dukshme, edhe e vërteton këtë gjë. Për sa kohë thua asaj, ti ke fjetur me mua. Me kë ke fjetur ti? Me atë 23 vjeçaren që i ke thënë, të kam si vajzën time? Këtë ke bërë, ke fjetur me vajzën tënde i bie. Si ta marrun këtë? Miri, hajde andej tani. Kristi, s'të vjen turp nga vetja. Miri, hajde. Kristi, çfarë sheh kur sheh atë në pasqyrë? Sheh shëmtin tënde, shpirtin tënd të zi. Miri, shpirtin tënd të zi. Kristi, mua të më vishana shti nga apëroj thanës. Në prajmin e së martës, Kristi e dërgoi Mirin në nominim dhe e quajti si banorin që do të nxirrej i pari nga shtëpia. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.